Vendimin për PTT-n e Kosovës e ka marrë Fadil Hoxha. Posta e Kosovës duhet jetë e Kosovës. Po, në atë kohë vështirë se kisha pa telefon. Prej 68 deri me 81 numërohet si periudha e transformimit më të madh. U përqafua arsimi si rrugë drejt lirisë të në. Merr edhe krijon teknologji të përgjimit. Unë nuk kom pas asnjë ide që këta ka një ndashi. Që kemi 20 ekspert të LDK-s dhe 20 ekspert të LPK-s. Dhurata e parë që ka ardhur TMK-s. Ajo pajisje ka mund të përdorë në forma të ndryshme. Dhe me njerë mas çlirimit, Ismet Hamiti vjen në Prishtinë. Koaditore, kom të thënë. Kryetar Ismet Hamiti. Është interesant se ti vjen si zyrtari i OKB-s me mbrojt Kosovën prej OKB-s. A keni urdhën me më ndalue? PTK-ja shifet si një thesar. Instrumente të glabrimit të PTK-s janë në institucionet e Kosovës. Ka qenë vendim politik dhe kriminal. Kriminal ka qenë, absolutisht kriminal. Ka qenë e panevojshme përdorimi i Monakos. PTK-ja lidh një kontratë me Dardafonin. 100% skem korruptive. Dështimi fatal për PTK-n ka qenë prokuroria. Pik përkrahet nga Flugër, Eriscom, Muji Auto Center.